Për të 6 vit të radhazi, në fshatin Pojan të Bashkisë Maliq, është zhvilluar rituali tradicional i rrogeçve, i cili mbahet një ditë pas ceremonisë së ujit të bekuar. Kjo traditë e hershme, e rikthyer vitet e fundit, simbolizon largimin e skeqjes dhe sjelljen e mbarësisë në familje. Banorët e Pojanit, të veshur me kostume popullore të përgatitura kryesisht nga lëkura e dhis, me maska dhe armë të improvizuara, kanë marshuar në të gjitha rrugët e fshatit, duke ndaluar në biznese dhe banesa. Karnavalit shoqërohen me zhurmë, valle dhe rituale simbolike, duke rikrijuar atmosferën e traditës së trashëguar brez pas brezi. Një nga pjesëmarrësit shprehet se kjo është një traditë shumë vjeçare e fshatit Pojan, e cila u ndalua në vitin 1967 dhe rifilloi sërish pas vitit 1991. Sipas tij, rituali do të vazhdojë të mbahet çdo vit me rolet karakteristike si plaku, nusja, dhëndri, ariu dhe personazhe të tjerë simbolik. Kostumet, disa prej të cilave janë shumë të vjetra, janë trashëgimi nga gjyshërit dhe përfaqësojnë identitetin kulturor të zonës. Traditë shumë vjeçare në fshatin e Pojanit, që është ndaluar në vitin 67 kur u prishën isha xhamit dhe në 91 ka rinisur përsëri. Ne do vazhdojmë ta mbajmë këtë ditë, vit për vit, vitemi me këmbor, me rolet tona dhe hymë në çdo banesë, fundin këmbor për të larguar të keqen dhe për të mirën. Unë sot jam me rolin e plakut, kryetarin e grupit, dhe kemi pasur shumë role të tjera. Kemi plaka, dhëndri, nusja, ariu, mbajtjen e ariut, e plot të tjerë. Ky kostum mund të jetë shumë i vitër, gjyshit tanë e kanë mbajtur dhe neve po i trashëgojmë akoma të njëjtat kostume janë. Janë një traditë veçantë, se ndryshe nga fshatat e tjera bëjnë data të ndryshme, bëjnë datën 6, bëjnë datën 4. Neve kemi datën 7. Ndoshta ka traditat e tyre. Nga ana tjetër, banorët e fshatit i presin rrogeçët me kënaqësi në shtëpitë e tyre. Një nga zonjat e Pojanit tregon se rrogeçët futen brenda, qerasen dhe marrin dhurata, pasi besohet se kjo sjell mbarësi dhe fat të mirë për familjen. I presu me kënaqësi të madhe. Çfarë bëni kur ju trokasin në derë? I futëm brenda, i qirasëm, ju japëm në dhoro. Kështu ka qenë, kështu do mbetet. Kështu ka qenë gjithmonë. Rituali i rrogeçve mbetet një nga traditat më të veçanta të Pojanit, që e dallon këtë fshat nga zonat e tjera dhe që vijon të ruhet si një pasuri e rëndësishme kulturore.